Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Kemi mbrit edhe të një temë të temat e pastërtisë, pastaj vazhdojmë me temat e namazit. Kemi mbrit të tema e tejemumit. Këtu autori rahimahullah thot lloji i dytë i pastërtisë, se e përmendëm llojin e parë, që është pastrimi, ose lloji i dytë i pastrimit. Do të thonë lloji i parë i pastrimit ishte pastrimi me ujë, kurse lloji i dytë thot është tejemumi. Tejemumi është si zëvendësim për ujin. Nëse pamundsohet përdorimi i ujit në pjesët e pastrimit, do të thënë në pjesët e avdesit, ose në ndonjë pjesë të avdesit, edhe pa marrë parasysh çka është shkaku i pamundësimit, ose nuk ka ujë, ose ka smundje, do të thënë pjesët e pastrimit, të cilat nëse i lag, do të thënë mundet të shtohet smundja ose të pengohet shërimi ose kështu me radhë. Ky pastrim është, do të thënë, zavendësim për ujin. Do të thotë në rast të prezencës ujit, nëse ka mungu, atëherë nuk vlen, ose në rast të largimit të pengesës të përdorimit të ujit, gjithashtu nuk vlen tejemumi. Kjo besoj është e qartë. Mirë po, tejemumi është, do të thënë, kur nuk ka ujë, ose nuk mundet përdoret ujë, është njëjtë sikur pastrimi me ujë, nuk ka dallim. Do të thënë, vlen për të gjitha ato që vlen pastrimi me ujë, edhe nuk ka kushte, do të thënë, siç thonë disa, se në secilin kohë të namazit duhet me marrë tejemum, nuk prishet tejemumi me hyrjen e kohës tjetër ose me mbarimin e kësaj kohe, do të thënë nuk prishet. Edhe nëse njeriu merr tejemum për të falë nafile për shembull, me çat njëjtin tejemum, do të thënë mundet me falë edhe farz më vonë. Ose nëse ka marrë tejemum për farz, mundet me vazhdu me ta me marrë edhe për me mu falë edhe nafile kështu me radhë. Do më thënë edhe tejemumin e prishin ato që e prishin avdesin. Edhe ato që e obligojnë guslin, e obligojnë edhe, do më thënë, për to vlen edhe tejemumi. Pra, do më thënë, dheu e zavendëson ujin, duke e bën këtë mënyrë. Do më thënë, njeriu duhet ta vendose që ta largoje papastërtinë, do të thënë ta largoje hadethin, siç e kemi sqaruar. Pastaj thot bismillah, pastaj me të dy duart e prek tokën një herë. Edhe prekja e tokës, do të thënë është vlen çdo gjë që është tokë, do të thënë që është pjesa e sipërme e tokës, qoftë dhe, qoftë rër, do të thënë qoftë gur, pa marrë parasysh a ka pluhur, a nuk ka pluhur, do të thënë vlen. Vetëm me prek se, do të thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka marrë tejemum edhe nuk ka ndonjë argument se e ka veçuar ndonjë pjesë ose ndonjë lloj tokës ose kështu me radhë. Pra çdo gjë që ka sipërfaqe e tokës. Edhe pastaj me ato dur, do të thënë nëse është ngjitur diçka, se këta e përmendin dietar, nëse ngjitet, për shembull mundet me qenë toka e lagtë, mundet mu ngjit ose ndonjë pengesë tjetër, mundet shkunden durt ose të fryhen. Pastaj me ato dur fshihet fytyra, ajo pjesë që është për t'u la, do të thënë fytyra, edhe fshihen durt, do të thënë deri te kjo s'ka i thonë byzylyka, byzylyku. Do më thënë deri te nyja e dorës, jo deri te bryli, po vetëm, po.
Do të thënë krejt dora. Do të thënë duhet të fshihet ajo pjesa e sipërme se ajo poshtme ka prek tokën. Do të thënë nuk është patjetër të fshihet. Ose fshihet krejt në të dy janë, do të thënë nuk ka pengesë. Do të thënë një herë preket toka, fshihet fytyra edhe durt krejt. Do të thënë deri te byziliku. Edhe me aq përfundon tejemumi, por disa dietarë thonë se 2 herë duhet me prek. Do të thënë një herë për fytyrën, një herë për durt, nuk ka problem edhe nëse e bën 2 herë. Por ajo që mjafton është 1 herë. Allahu ka thënë në ajet felem tajidu ma'an, do të thënë ajetin që jemi duke e përmend surës Maida ajeti 6, pasi i shpjegon 2 mënyrat e pastrimit, do të thënë me ujë, pastrimi i vogël dhe pastrimi i madh. Edhe thot atëherë nëse nuk gjeni ujë, fatayammamu sa'idan tayyiban, edhe atëherë gjeni do të thënë tokë të pastër ose mësyni tokën e pastër. Famsahu bi wujuhikum wa aydikum min, edhe me ta fshini fytyrat dhe duart. Ma yuridu Allahu li yaj'ala alaykum min haraj, do të thënë Allahu nuk do që t'ju bëj juve vështirësi, walakin yuridu li yutahhirakum, por do që t'ju pastroj, wa li yutimma ni'matahu alaykum, edhe që ta plotësoj dhuntinë e tij ndaj jush, wa la'allakum tashkurun, do të thënë që ju të falënderoni. Edhe nga Xhabiri radhiyallahu anhu transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli", do të thotë më janë dhënë 5 gjëra të cilat nuk janë dhënë askujt prej pejgamberëve para meje. Nusirtu bir-ru'bi masirata shahr, do të thënë jam i ndihmuar me frikë në zemrat e armiqve 1 muaj udhtim përpara. Do të thënë ajo ka qenë gjithmonë edhe është, do të thotë kur armiqt kanë dëgjuar për ardhjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse do të thënë është puna për luftë, edhe nëse kanë qenë 1 muaj udhtim më larg, janë friguar për ardhjes së tij. Edhe pasuesit e vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë këtë ndihmë prej Allahut. Wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura, edhe toka më është bë xhami dhe pastrim. Prandaj fa ayyuma rajulin adrakathu as-salatu falyusalli, do të thënë prandaj secilin njeri ku ta arrije namazi, pra koha e namazit, le të falet. Do të thënë popujt e mëparshëm e kanë pas detyrë, do të thënë të falen nëpër xhamia, edhe pastrimet veçanta, kurse këti umeti Allahu ja ka lehtësuar që kudo që t'jesh mundesh mu fal, edhe kudo që t'jesh mundesh mu pastru, pa marr parasysh a ki ujë apo jo. Wa uhillat li al-ghanaim, edhe më është leju preja e luftës, wa lam tuhalla li ahadin qabli, edhe ajo nuk ka qenë lejuar për askënd para meje. Do të thënë pejgamberët e tjerë mas luftave kanë mbledh atë prejnë e luftës edhe e kanë djeg. Wa u'titu ash-shafa'a, edhe më është dhënë shafati. Wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa, edhe secili pejgamber është dërguar për te populli i tij në veçanti. Wa bu'ithtu ila an-nasi 'amma, kurse unë jam dërguar për të gjithë njerëzimin. Pra këto janë 5 veçorime të cilat është dallu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ky është hadith muttafaqun alayh. Tash do të thotë këto ishin çështjet e tejemumit, kurse përmend këtu autori rahimahullah dhe disa çështje të përgjithshme për pastërtinë, thotë ai që ka papastërti të vogël, hadeth të vogël, çka nuk i lejohet atij me bë? Thot, nuk i lejohet namazi, nuk i lejohet tawafi rreth Ka'bes. Edhe këtu autori rahimahullah ka përmend se nuk i lejohet prekja e mushafit. Mirë, po kjo sipas dietarëve tjerë
do të thënë nuk ka argument të drejtë për drejtë se ndalohet me prek mushafin pa abdes, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë besimtari nuk është i papastër. Edhe me lexu. Po, pa abdes. Përveç këtyne, dy, do të thënë namazit edhe tawafit, që nuk i lejohen atij që ka hadeth të madh, do të thënë papastërti të madhe, i shtohet edhe se atij nuk i lejohet me lexu prej Kuranit asgjë, edhe nuk i lejohet me ndet në xhami nëse nuk merr abdes. Do të thënë nëse merr abdes, lejohet. A është e qartë kjo? Po. Flasim për xhunub. Xhunub merr abdes edhe mundesh me ndet në xhami. Kurse Kurani nuk lejohet me lexu. Përveç këtyne, për gruan me menstruacione ose në lehoni, shtohet edhe se nuk lejohet me çka? Më falë. Po, i përmendëm, atë nuk lejohet me falë edhe pa abdes njeriu. Do të thënë nuk lejohet edhe me agjeru. Tjetër? Po, plus përveç këtyne që i përmendëm. Po, nuk i lejohet as xhunubit, po diçka tjetër, çka ka do të thënë gruaja menstruacione ose në lehoni, ashtu edhe nuk lejohet marrëdhënie intime me të. Edhe në 3 nuk lejohet gjithashtu edhe divorci kur është në atë gjendje. Pastaj edhe disa pika të shkurta për menstruacionet, se ato kanë të bëjnë me çështjet e pastërtisë dhe ibadetit. Thot Sheikhu rahimahullah, në esencë gjaku që del, do të thënë prej organit femëror, në esencë ai llogaritet se është menstruacion. Do të thënë pa kufizim të moshës, as të sasisë që del, as të përsëritjes. Pse i ka përmend këto? Sepse disa dietar kanë thënë për shembull nën këtë moshë nuk ka menstruacion, edhe mbi këtë moshë nuk ka menstruacion. Ose kanë thënë nëse përsëritet për shembull në kaq kohë, atëherë llogaritet se është menstruacion, nëse jo. E kështu me radhë, do të thënë ka disa kufizime që i kanë caktuar, mirë po nuk ka ndonjë argument që i përkrah ato, sipas autorit rahimahullah, se ka thonë të çdo gjak që do të thënë i bie gruas, ai llogaritet se është menstruacion, pa marrë parasysh moshën ose përsëritjen ose jo, edhe sasinë, edhe kohës gjatjen gjithashtu. Përveç nëse gjakderdhja vazhdon, do të thënë nuk ndërpritet gjatë gjithë muajit, nuk ndërpritet, atëherë ai nuk llogaritet menstruacion gjithë kohën, gjithë jetën. Po ajo grua bëhet mustahaba, quhet. Çka është mustahaba? Do të thënë mustahaba është një grua që ka gjakderdhje të pandërprerme. Mustahaba do të thënë duhet kohën e menstruacionit ta caktoj sipas asaj që e ka pas tradit më herët. E nëse nuk ka pas, do të thënë pin fillim fillon ashtu, atëherë e llogarit sipas asaj që është normale për gradë përgjithësi, ajo është pin 6 deri në 7 ditë. Se kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar, do thotë Ummu Habiben radhiyallahu anha, siç transmetohet dhe Buhariu dhe Muslimi. Nëse nuk ka pas tradit, gjithashtu, do të thënë nëse nuk ka pas përpara menstruacion të rregullt, atëherë duhet të shikoj nëse i dallon gjaku, se gjaku e menstruacionit ka ngjyrë të errët edhe erë të keqe, edhe është i trash, kurse gjaku që del prej damarve ka ngjyrë të çelët, nuk ka erë të keqe, edhe është i hollë.
Do të thënë, nëse mundet me dallu, atëherë vepron sipas asaj. Po nëse nuk mundet me dallu, atëherë vepron sipas asaj që thash, do të thënë, sipas asaj mesatarës, po pin 6 deri në 7 ditë. Wallahu a'lam. Sa i përket mustahadas, do të thënë llogaritet sikur e pastër. Do thotë nuk është për atë nuk vlen ato pengesat që vlen për atë menstruacion. Këto, do të thënë, janë shkurtimisht temat e pastërtisë. Më tutje vazhdojmë me temat e namazit, në kapitullin e namazit. Se kështu është, do të thënë, radhitja e librave të fikut. Do të thënë, më herët u përmend në derset e kalume se pastërtia është kusht i namazit, apo? Tjetër kusht i namazit është hyrja e kohës, do të thënë që të ketë hyrë koha. Edhe argument për këta është hadithi Gjibrilit, alayhi salatu wassalam, ku tregohet se ai ka ardhur edhe është bërë imani pejgamberit sallallahu alaihi wasallam 2 ditë, ditën e parë në fillim të kohës, ditën e dytë në fund të kohës, edhe i ka thënë: "Ja Muhammed, as-salatu ma baina hadhaini al-waqtayn", do thotë namazi falet mes këtyre dy kohëve. Gjithashtu nga Abdullah ibn Amri radhiyallahu anhuma transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Waqtu dhuhri", do të thënë koha e drekës, është idha zalet ash-shams wa kana dhillu ar-rajuli ka tulihi. Do të thënë koha e drekës është kur dielli ta kaloj zenitin dhe derisa të bëhet hija e njeriut sa është ai i gjatë. Ma lem tahdhuril asr, kur atëherë vjen i qindia. Wa waqtul asri ma lem tasfarra ash-shams, edhe koha e qindis vazhdon deri sa të skuqet dielli. Do të thënë përpara se të fillojë të perëndojë. Kur të fillojë të perëndojë, mbaron koha e qindis, po atëherë nuk fillon koha e akşamit. Fillon kur të perëndojë plotësisht dielli. Wa waqtu salat al-maghrib ma lam yaghib ash-shafaq, edhe vazhdon koha e namazit të akşamit derisa të humb drita e kuqe prej perëndimit. Edhe atëherë fillon yatsia. E waqtu salat al-isha ila nisfi al-layl, kurse vazhdon deri në mes të natës. Në mesnatë. Wa waqtu salat as-subh, kurse koha e namazit të sabahut është min tulu'i al-fajr, do të thënë prej daljes së agimit, ma lam tatlu'i ash-shams, deri përpara lindjes së diellit. Transmeton Muslimi. Edhe në kohën e namazit njeriu e arrin nëse arrin të falë një rekat, do të thënë përpara përfundimit të kohës. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men adraka rak'atan min as-salah faqad adraka as-salah", do të thënë kush arrin një rekat prej namazit, ai ka arrit namazin. Ky është muttafaqun alayhi. E ky është argument se, do të thënë, edhe për kohën, edhe për xhamatin, edhe për namazin e xumas. Do thotë, nëse arrin me fal një rekat përpara se me fillu me perëndu dielli, atëherë më thënë se e ke fal i qindin në kohën e vet. Edhe nëse në sabah arrin me fal një rekat, më thënë një rekat kur çosh prej sejdës së dytë. Ose në fakt rekatin e arrin kur rukun, pra, se gabova. Do të thënë nëse e përfundon rukun, do të thënë e ke arrit rekatin e parë. Nëse e përfundon rukun ose nëse bie në ruku përpara se me fillu me lind dielli, do të thënë se e ke arrit kohën e sabahut. Edhe për xhamat vlen e njëjta, do të thënë nëse i zën ruku në rekatin e 4, do të thënë se e ke mri vlerën e xhamatit. Përndryshe nëse e zë xhamatin mas rukus së rekatit 4 ose të fundit, atëherë nuk e ke zënë vlerën e xhamatit, atëherë falësh, do të thënë e ke fal namazin vet.
Po ashtu, ky hadith është argument edhe për namazin e xumas. Do të thonë edhe xuman nëse e zën rekatin e dytë, para, do të thonë ruku, atëherë ke zën xuman. Për ndryshe, nëse i zë mas rukue, çka duhet më bë? Me fal drejt. Wala yahillu ta'khiruha, thotë edhe nuk lejohet, do të thonë namazi të vanohet prej kohës, ose ndonjë pjesë e namazit të vanohet, pa marrë parasysh se çka është arsyeja. Do të thonë me qëllim, asnjëherë nuk lejohet. Kurse ato dy raste që i përmendim, ato janë, do të thonë, të përmendura në hadith, ato janë pa vetdije. Do të thonë kur je në xhum, megjithse përpara xhumit duhet mi bë shkaqet për me fal namazin kohë, ose nëse ke harru, do të thonë atëherë harresa është arsye. Për ndryshe nuk lejohet për asnjë shkak. Disa dietar kanë bërë përjashtim një shkak, cili është ai? Nëse do të ngrushti? Jo, namaz, jo me lëm namazin jashtë kohës. Nëse jeton ngrushim, mundesh mos më shku me xhamat, më fal. Po, nëse je pa vetdije ose ke harru, atëherë kjo është arsye, po ose justifikim. Po për ndryshe, me qëllim, do të thënë nuk lejohet përveç xhihadit, kam thënë. Përveç nëse je në luftë, në betejë, do të thënë. Kur është luftë, kanë thënë disa dietarë se lejohet. Po, mirë po, sipas mendimit që me vanu me fal drekën kanë që nisa. Në kohën e jacis. Më vonë, më thënë derisa të përfundoj betejë, në momentet e luftës. Tamam, po. Jo kur je në luftë përgjithësi. Jo të kuptova. Po në betejë. Në betejë. Po. Në luftë mundesh me kanë sikur me çfarë. Mirë po, edhe këtë rast disa dietar nuk e lejojnë. Do të thënë për këtë çështje ka dy mendime. Jashtë kësaj nuk ka dy mendime. Do të thënë ata vetë të disa ta shtuqujtur hoxhallar që kanë mendim se ban kur jenë punë. Përveç këtyne, do të thënë ka raste ku me sunet është e praktikuar, do thotë vanimi i namazit. Ajo është kur bashkohen, do të thënë dreka me qindin ose akşami me yatsin. Do të thënë lejohet bashkimi i drekës me qindin dhe i akşamit me yatsin. Këtu në këtë rast do të thënë lejohet edhe të falet përpara namazit edhe mas kohës. Do të thënë lejohet qindia mu fal në kohën e drekës, e bashkuar me drekën, ose dreka e bashkuar me qindin në kohën e qindis. Pa marrë parasysh në fillim anë fund. Ato janë në udhtim ose në shi, do të thënë kur ka shi të madh, atëherë imami i xhamis mundet të më bashku që mos vinë xhamati dy herë. Nuk shkurtohen. Jo, në shtëpi nuk shkurtohen në vend. Do të thënë në udhtim shkurtohen, mirë po këtu po flasim për kohën e namazit, kurse për shkurtimin jo. Do të thënë në udhtim lejohet edhe shkurtimi edhe bashkimi, kurse në shtëpi, irhamukallah, do të thënë për shkak të shiut, atëherë lejohet vetëm bashkimi. Ose ndonjë shkak i ngjashëm, thot autori, wallahu a'lam. Më e vlefshme është që namazi të falet në fillim të kohës, secili namaz me përjashtim të jacis, që është më e vlefshme të falet në fund të kohës nëse nuk shkakton vështirësi. Do të thonë edhe kjo duhet dihet se për shembull ka disa vende sidomos ku është nata shumë e shkurtë, dita ka shumë punë kështu me radhë, si janë, do të thënë nuk duhet mi shkaktu vështirësi njerëzve, po do të thënë me marr lehtësimet që i ka dhënë Allahu. Edhe tjetër namaz është namazi i drekës kur është nxehtësia e madhe, vape e madhe, atëherë është më e vlefshme që të lihet më vonë kur të largohet pak vapa. Si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha ishtadda al-harru fa abridu 'an as-salah, do të thënë kur të jetë vapa e madhe, atëherë
leni namazin në freskim, do të thënë pak kur të freskohet. Fa inna shiddat al-harri min fejhi jahannam, do të thënë se vapa e madhe është prej frymës së xhehenemit. Kujt i hik namazi, do të thënë siç tham, nëse i hik për shkak të harresës ose gjumit, atëherë e ka obligim ta fale kaza me njëherë, do të thënë momentin kur është largu shkaku i hikjes namazit. Do të thënë këtu nuk bën pjesë vetëm gjumi ose harresa, do të thënë pa marr parasysh për çka i ka hik. Ka mundësi, do të thënë ta ketë lënë pse ka qenë i zënë me punë. Ajo do të thënë nuk ka justifikim për atë. Nuk është i, do të thënë merr dënim për atë. Mirë po, me njëherë e ka obligim me njëherë ta krye, kaza, si i thonë. Edhe duhet namazet e mbetura, do të thënë të kryen me njëherë edhe të radhitura, siç e kanë rënë. E nëse ka frikë se mund të ikë edhe namazin në kohën e të cilit është, do të thënë nëse është në kohën e akşamit do me falë drekën edhe iqindin, duhet normalisht ta falë njëherë drekën, pastaj iqindin, pastaj akşamin. Po nëse është koha e akşamit ka fundi, atëherë më mirë është ta falë akşamin, që mos të ikë edhe ai, e pastaj drekën e iqindin. Ky është kushti i kohës. Tjetër kushti i namazit është mbulimi i auretit me robë që është halal. Do të thënë që është halal edhe që është e pastër gjithashtu, e cila nuk e përshkruan auretin. Do të thënë që mos jetë e tejdukshme edhe mos jetë e ngushtë. Thot Sheikhu rahimahullah, wal auratu thalathatu anwa, kurse aureti është 3 llojesh. Një mughalladha, do të thënë auret i ram. Edhe ky është, thot, aureti i gruas së lirë që është në moshën e pubertetit, do të thënë që e ka kaluar moshën e pubertetit. Edhe i gjithë trupi i gruas është auret në namaz përveç fytyrës. Thamë edhe për këtë ka mendimet ndryshme, disa thonë përveç fytyrës, durve dhe këmbëve. Mirë po për këmbët nuk ka ndonjë argument që e bën të lejuar të zbulohen. Për durt ka argumente, pra më e vërteta është se në namaz duhet me zbulu fytyrën edhe duart, por më e sigurt është që edhe durt me qenë të mbulume. Aureti tjetër është auret i lehtë, ajo është aureti i djalit që është deri prej moshës 7 vjeçare deri në moshën 10 vjeçare. Edhe bëhet pjesë për auretin më të ngushtë, do të thënë që është organet gjenitale. Do të thënë ajo është auret i lehtë, do të thënë për djalin këtë moshë. Edhe aureti i mesatar është aureti tjetër, do të thënë përveç këtyne dyjave që u përmendën. Ajo është për burrin, do të thënë prej këthize deri te gjunjt. Do të thënë prej këthize deri te gjunjt është auret mesatar, përveç pjesës së organeve gjenitale e cili është auret, i cili është auret i ranë. Sikur aureti i gruas, me gjithë se këtu se ka përmend bash në atë mënyrë. Allahu a'lam. E sa i përket shpatullave, supeve të burrit, ato nuk janë auret. Mirë po, nuk është mirë që burri mu falë pa i mbulu supet. Si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thënë hadith që transmeton Abu Huraira, la yusalli ar-rajulu fi ath-thawb al-wahid laysa ala atiqihi minhu shay, do të thënë mos falet burri me një rob
pa pas mbi supe asgjë. Do të thonë, ky është si formë ndalese ose urdhri, themi, për mbulimin e supeve. Por kjo nuk do të thotë se është obligim, sepse këtë e sqaron hadithi tjetër, ku ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, in kana thawbu wasi'an faltahif bihi, do të thonë nëse është rroba e gjanë, atëherë mbështjellë krejt trupin, wa in kana dayiqan fattazir bihi, nëse është e ngushtë atëherë bëne izar, do të thonë që vihet pën kthis deri në gjunjë. Au fakhalif baina tarafein, ose mbuloje një në anë. Do të thonë, nëse nuk ke rrobë që mbulon gjithë trupin, atëherë të paktën njënin sup me mbulu, e njënin me lënë zbulut. A nëse nuk arrin, do të thonë as për aq, atëherë vetëm izar me bë. Do të thotë namazi i falur vetëm me izar është i vlefshëm, i pranuar. Por më i plotë është nëse mbulohen të dy supet. Nëse nuk mundesh të dy, atëherë njënin. Allahu ka thënë: "Ya bani Adama khudhu zinatakum 'inda kulli masjid", do të thonë bitë Ademit, merrini stolit e juaja për secilin namaz, për secilin xhami, do të thonë që do thotë namaz. Kusht tjetër i namazit është kthimi ka kibla. Allahu ka thënë: "Wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram", do thotë kudo që të jesh, kthej fytyrën tënde ka al-masjid al-haram, do të thënë ka Qabja. E nëse nuk mundet më kthej ka Qabja, do të thënë shkaqet janë të ndryshme, ose nuk e di, ose i je për shembull në anije ose në aeroplan, që nuk mundesh me nuk ke mundësi më kthej, atëherë bie ky kusht. Edhe kuptohet të gjitha obligimet bien nëse nuk ke mundësi mi kry ato. Do të thënë, siç është për haramet, siç kemi tregu, el-mahdhurat tubihu el-darurat tubihu el-mahdhurat, do të thënë domosdoshmërit i bëjnë haramet të lejuara. Edhe nga ana tjetër, pamundësia e bën obligimin, e heq obligimin. Sa Allahu ka thënë: "Fattaqullaha mastata'tum". Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është falë në udhtim, do të thënë namazet nafile i ka falë në kafshën me të cilën ka udhëtu, edhe është kthy nga ajo që është kthy, ajo kafsha. Kjo është hadithi transmetuar te Buhariu dhe Muslimi. Kurse në një transmetim thotë me përjashtim se namazet obligime nuk i ka falë, do të thënë kafsh, po i ka falë tokë. Tjetër kusht i namazit është niyeti, qëllimi ose vendosja. Edhe qëllimin e dini, do të thënë qëllimi e dallon veprën pi veprës, e dallon, do të thënë a fal namaz obligim apo fal namaz nafile, a fal ose cilin prej namazeve të obliguar e fal, e kështu me radhë. Gjithashtu ka thonë këtu shehu rahimahullah se lejohet edhe ndryshimi i niyetit gjatë namazit. Do të thënë mundesh me bë gjatë namazit, nëse ke fillu nafile e të shkujtu se e ke lënë një obligim, mundesh me ndryshu niyetin. Gjithashtu mundesh edhe me ndryshu duke u fal vetë. Do të thënë nëse të vjen xhamat, atëherë bësh imam gjatë namazit, nuk ka pengesë. Wallahu a'lam. Apo më bëj namaz. Po. Për shembull, i të fal salat i vitrën, edhe do më ndryshu me fal nafile. Sunetin e fal nafile, yatsis ose diçka bana. Lejo. Namazin lejohet me fal në çdo vend, siç tham. Këtë toka është xhami. Me përjashtim, do të thënë ka përjashtime. Në vend të papastër, të fliqur. Apo. Në vend të rrëmbym, siç kemi sqaruar, do të thënë nëse ja ke vjedh dikujt ose ja ke rrëmby një tokë, do të thënë ajo nuk lejohet asnjë moment të mbetet ashtu, duhet t'i kthehet pronarit, po
aq më pak lejohet mu falë në ta. Nuk lejohet edhe në varreza, edhe nuk lejohet në nevojtore, po, në tualet. Përveç namazit të gjenazës, se ka përjashtim, do të thënë si që ka thënë Sheikh Abdurrahman As-Saadi, përveç namazit të gjenazës në varreza, do të thënë nuk ka në një pengesë me fal namazin e gjenazës në varreza. Pastaj vjen kjo tjetra për nevojtore ose tualet, aty nuk lejohet. Gjithashtu edhe nuk lejohet në banjë, më fal. Edhe nëse nuk ka nevojtore aty, nuk lejohet më fal. Nuk lejohet edhe tjetër, a dinë ndonjë vend tjetër ku nuk lejohet më fal. Më fal. Te vendi ku flendeve, bravo. Në hadith ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjid, do të thënë gjithë toka është xhami, illa al-maqbaratu wal-hammam, përveç varrezave dhe tualetit ose banjas. Do të thënë hammam i thonë edhe vendit të kryerjes nevojës edhe vendit të pastrimit. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad.